nga kartishulli italian sjell aromën e butë të grurit të fortë, përshkon 7.000 kilometra dhe vendoset në sobën lindore, teksa ushqimi bëhet përkthyes. Sot do të vizitojmë një mik italian, Stefano Barduccio, i cili aktualisht punon si shef kuzhine në një restorant italian në Pekin. Le të shkojmë. Përshëndetje Stefano, gëzohem që ju njoh. Edhe unë, gëzohem që ju njoh. Mirë se vini në Asagji. Nëse do rekomandonit një ushqim italian, cilin do zgjidhnit? Gati 14 vjet. Sot ushqimi më i lehtë dhe më i njohur në Itali, e në fakt edhe në mbar botën, është patjetër pica. Sot do t'ju tregoj si të bëni picë. Shumë mirë. A mund të më tregoni të gjithë përbërësit? Sigurisht, si që premtova do t'ju prezantoj. Përbërësit janë mielli i picës, borziloku, domatet e prera në feta, që janë gjithashtu të importuara, rigoni, domatet, djati mozzarella dhe vaj ullirit ekstra i virgjër. Të gjitha produktet për të bërë picë janë importuar nga Italia. Si që premtova, sot do t'ju tregoj se si të bëni brumin e picës. Mielli është nga Italia. Pse duhet ta përdorim këtë miell? Mielli është i importuar sepse ka ngjeshmëri dhe përbërës të ndryshëm për të bërë brumin, ndryshe nga mielli kinez. Prandaj përdorim të importuar, kokra të ndryshme dhe maja të ndryshme. Në rregull, le ta provojmë. Përbërësit janë zakonisht rreth 500-600 gram miell, 12 gram krip, 50 ml vaj ulliri dhe 5 gram maja e freskët. Uji hidhet 350 ml, por varet nga sa shumë do. Tani mund ta kalojmë brumin në tavolinë, hedhim ca miell dhe mblidhem mielin. Gjatë prezantimit të tij, mësova se restoranti përdor miell Saputo nga Napoli për të krijuar një shije më autentike italiane. Ky miell ka një përmbajtje gluteni prej 12.5%, gjë që e bën brumin elastik dhe mjaft të përtypshëm, duke bërë atë zgjedhje më të mirë për të bërë pica autentike napolitane. Është pica e parë që bëj. Shumë mirë, të lumtë, shumë mirë. Tani mund të shkojmë ta shijojmë. Faleminderit që më mësuat sot të bëj këtë picë. Ishte një udhtim i gjatë, por ja dolëm. Urime për përpjekjen tuaj të parë. Faleminderit shumë. Shpresoj që do ta shijojmë vërtet. Jam kurioztare të di pse zgjodhet të vinit në Kinë. Pyetje e mirë. Dua të them, isha mjaft kurioz për të ardhur në Kinë dhe për të zbuluar këtë vend të madh dhe njerëzit, kulturën e veçanërisht ushqimin. Kultura kineze ka shumë të përbashkëta me kulturën italiane, që nga Marco Polo, i cili udhtoi në Kinë. Kina më ka dhënë shumë dhe jam shumë i lumtur që gjendem në Kinë për gati 14 vjet. Në sa vende keni qenë në Kinë? Kam qenë në disa qytete në Kinë, nga Suzhou kur fillova të punoja në Kinë, pastaj u zhvendosa në Pekin dhe më pas në Shanghai dhe Chongqing, Xiamen, Qingdao, Chengdu. Gaq shumë vende. Absolutisht, qytete të ndryshme, kulture ndryshme, ushqime të ndryshme, po kudo që të shkosh, njerëzit janë vërtet mjaft miqësor, edhe pse nuk e flas në mënyrë të përsosur gjuhën kineze, por kam shumë miq. A ju pëlqen jeta në Kinë? Po, jam i martuar. Gruaja juaj është kineze? Po, kemi një djalë e quajnë Jimmy dhe është pothuajse 11 vjeç. Çfarë mund të them tjetër? Kina është shtëpia ime e dytë vërtet. A keni bërë ndonjë kombinim midis ushqimit kinez dhe picës italiane? Sinqerisht po, kam bërë. Nuk më pëlqeu, por e bëra. Për shembull? Bëra një picë me durian. Durian? Po, durian. Përbërës aziatik. Po, një ndërthurje me përbërës të stilit aziatik. Fëmijët ma kërkonin vazhdimisht dhe e bëra, por nuk më la shumë bresa. Përsa i përket bërjes së picës, mund ta bësh me çfarë të duash, mund të jetë me domate me djath mozzarella, mund të jetë picë me prosciutto dhe kërpudha, gjithashtu gjeta mënyrën për ta bërë me roz pekini. Në stilin e Pekinit.
Po, me pak qep të njoma, ros pekini dhe pak salcë soje. Fantastike! Ky është kombinimi i dur për vendasit, pra të përdorësh përbërës vendor për të krijuar diçka që ndërthur perëndimin me lindjen dhe pati me të vërtetë reagime të mira. Pica shkon me domate nëse ju pëlqen, ose pa djath nëse nuk ju pëlqen djathi, mund të jetë me domate, sardele, rigon, vaj ulliri ekstra të virgjër e të tjerë. Ba ananas, apo? Pa ananas ju lutem, as mos e çoni ndërmend fare ananasin në picë. Duke dalë nga kuzhina e Stefanos, ndjenja e miellit akoma ishte në duart e mia. Pa pritmas e kuptova këmbëngurjen e tij 14 vjeçare. Edhe pse ka provuar shije të mpanumërta, ai ende i përmbahet qeses me miell nga Napoli. Për të, shija e shtëpisë nuk është një shembull i mbyllur në kujdes, por një besim i gjallë që rirind çdo ditë në nxehtësinë përvoluese të furrës. Kështu, kam zburuar fuqinë më të madhe të ushqimit. Më shumë se sa thjesht një burim ngopjeje, ai është një urë e ngrohtë që lis shtëpinë me tokat larg, duke integruar përbërësit nga kultura të ndryshme.